Kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj së bashku me mbështetësit e tij u rikthye sërish mbrëmjen e djeshme para kryeministrisë, pas tensioneve të regjistruara mes ditën e së dielës ku gjatë protestës të organizuar nga vetë ai u përplas me efektivët e policisë. Në orët e para të mesnatës, policia ndërhyri sërish, duke u përplasur me kreun e Shqipëria bëhet të mbështetësit e tij. Gjatë kësaj situate, raportohet se Lapajt i ka rënë në kokë bombulla e gazit dhe për këtë arsye është dërguar në spitalin ushtarak për mjekim të specializuar. Ndërkohë, Blut nga ana tjetër ka shoqëruar doktor Eduard Kaca, antar i lëvizjes Shqipëria bëhet, i cili prej 20 ditësh ka ardhur nga Dyzeldorfi për të protestuar përballë kryeministrisë. Vet Adriatik Lapaj ka reaguar ashpër pas incidentit, teksa ka shpërndar një video në rrjetet e tij sociale, ku forcat e policisë heqin çadrat e vendosura. Lapaj shpreh se nuk do të dorëzohet, por do të kthehet sërish në shesh. Edi Rama të bëj përgjegjës ty, miq. Mbrëm pas mesnatë, 10 forcat e Edi Ramos u sulën të tërbuar mbi ne, i gjendur përballë dhunimit të së drejtësime kushtetuese. Për të shprehur vendimin tim përmes protestës, nuk kam lëvizur, kam nisur të filmoj. Nga veprimet e tyre, një prej ngrosseve më ka goditur. Do dhem tek spitali i traumës ku po kryej ekzaminimet. Sërish do kthehem në shesh. Edi Rama, unë nuk të kam frikë, përkundrazi. Ti e kreu i një bande dhe do mbash përgjegjësi. I bëj thirrje kujdo të bashkohet kundër hajdutëve, shkruan Lapaj në rrjetet sociale.